Fshati Plani Bardh në Bashkinë e Klosit vijon të përballet me ndotje të lartë mjedisore në të gjitha anët e tij. Ky fshat është i rrethuar nga mbeturina, pasi në anën lindore është vend depozitimi i 2 bashkive Bulqizë Klos, ndërsa në anët e tjera hidhen mbetje nga individ apo subjekte biznesesh. Situata më shqetësuese mbetet në anën verilindore të fshatit, ku në afërsi të qafës së Buallit janë depozituar mbetje të rrezikshme. Veç mbeturinave të dala nga rikonstruksioni i objekteve apo ato të konsumit të përditshëm, në zonë janë hedhur edhe këto thas letre të cilët përmbajnë pigmente inorganike sintetike të oksidit të hekurit. Sipas specialistëve, ky material përdoret si pigment në bojra, veshje, plastik, betone të tjerë. Të gjitha këto mbeturina që nuk dihet se nga kush janë hedhur, përzihen me ujërat e fshatit Plani Bardh, të cilin banorët e përdorin për vaditjen e të mbjellave të dyres tinore. Apeli banorëve të fshatit Plani Bardh për largimin e këtyre mbeturinave dhe ndëshkimin e ndotësve ka rënë në vesh të shurdhër, pasi asnjë individ apo subjekt tregtar nuk është ndëshkuar deri tani për hedhjen pa kriteret e këtyre mbetjeve që mund të konsiderohen të rrezikshme.